Të ndërrozër ka rregulla që kanë të bëjnë para ardhës në xhami. Nga ato është tesha dhe petku i duhur. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Kujdesuni për petkun e mirë, veshuni mirë, pastër, sa herë bëni në xhami. Ne shohim sa që njerëzit veshen mënyra të ndryshme. Nuk është e kërkuar që tesha të jetë shtrajt, absolutisht. Që të jetë i ndonjë modeli apo firme të caktuar, jo, nuk është e kërkuar kjo. Mund të jetë e lirë, e thjeshtë, s'prish punë. Allahu vlerëson në bazë të zemrës, të brendshmës, jo të jashtëmës. Por petku që me ta vjen në xhami duhet të jetë një petk që nuk del gjithkund me të. Një petk që realisht i takon besimtarit me atë petk Allahu më dal përpara. Prandaj të ndërvëzër, tesha jote, veçanërisht pjesa e lartë, majica, apo çfarë do bluzë që ki, kujdes që mos të ketë fotografi. E ndaluar është me ardhë me fotografi në xhami. Nga ne shumë njësa të rinë në shpinë e ka figurë në një këngëtare, aktore, kështë më radhë. Nuk është e ikshme të marë në xhami. Shumë pastaj të atil që vinë në xhami me pantolona të shkyera. Jo nga varfënia, jo nga skamja, por nga ndjekja e modave të huaja. E pastaj i duket pjesa e gjurit, pjesa e kofshës, ndërsa është kusht i namazit mbulimi i avretit. Është kusht i namazit mbulimi i avretit. Prandaj të ndërrohet vëllazër, ati që i duket pjesa e turshme e avretit, nga kërthiza deri te gjuri, namazit i nuk vlen. E pas kujdes, disa i kanë pantollat më të shkurtë nalt, kur maicën e ka më të shkurtë, kur përkulet, më falni shprehje, i del pjesa e pasme e i duket. Prishet namazi me këtë. Ai kujdes kur vjen në xhami, një maicë më të gjatë, një tesht mirë, të pastër, që mbulon tërë trupin, nga se është nga edukata e ardhës në xhami dhe nga kushtet elementare për të pranuar namazin. Kujdes për petkun tënd. Pejgamberi na ka porositur ashtu që kur vjen në xhami, të ketë erë të mirë. Nuk bën me arë në xhami nëse njëri ka hangër kep apo hudhër. Kepa është halal, hudhra është halal, por nuk bën me hangër para se marë në xhami. Veçani kur është ditë xumaje, nga se bezdis dikon me erën tonë. Ai kujdes gojen, pasatinë e gojës tënde, laje gojen, pastroje gojen, pastroje teshën. Tash është edhe vap, mund djersitet njeriu, falni shprehje. Kujdeso, mos hajde i djersitu në xhami, pastrohu, nga se është vend ku Allahu xhallahu ala madhnohet, adhurohet. Pejgamberi nuk ka pas ritëm u parfumos ditë xumaje. Edhe në xhami kur ka shku, i ka arë era mirë dhe e ka dash parfumin pejgamberi alayhi salatu wasallam. Jo parfume të rona, bezdise, po të lehta, të kafshme të mira që përhapin aromë të mirë, është e kërkuar. Prandaj me pas kujdes kur vjen në xhami, në teshën tënde, në aromën tënde, në sjelljen tënde,